Velqa është një ndër fshatrat më të rëndësishme e ndër më të dëgjuarit që i përket bashkisë së Selenicës. Në histori thuhet se në Velç ka qenë një ndër qytetërimet më të hershme në rrethin e Vlorës, e që vërtetohen gjatë viteve të antikitetit e më pas në gjurmë të gjetura në shpellat e Velçës. Por Velqa njëkohësisht është një fshat i dëgjuar për luftime të përgjakshme për liri, si dhe njësër figura shëshuara që gjithmonë kanë qenë pararoj për të mbrojtur lirinë dhe pavarësinë e vendit. E pikërisht këto të dhëna kanë qenë ngacmimi që ekipi i emisionit Shtot Fshati e kanë drejtuar drejt Velçës. Përgjatë udhëtimit drejt Velçës, çfarë të bie në sy është rruga e fshatit. Segmenti rrugor të jetë i amortizuar, duke nisur nga rruga e Lumit të Vlorës që shkon drejt Velçës, e më pas që lidh fshatrat Ramiz, Verbas, Matogjin, Bashaj e deri në Vërmik. Rrugë kjo e cila ndër vite është kthyer në gangren për banorët e zonës, problemi më i madh për ta, që ende nuk ka marrë asnjë zgjidhje. 10 kilometra drejt Velçës, si dhe 30 kilometra në total deri në Vërmik, vetëm rrugë nuk mund të quhet. Amortizimi në të bën që ky aks të kthehet në thuajse të pakalueshëm për çdo. Emisioni Shtot Fshati është ndalur këtë të diel në fshatin në Velç, një prej fshatrave më të rëndësishëm që i përket edhe Lumit të Vlorës. Në Velçën, e cila mbahet për historinë e saj, por gjithashtu edhe për klimën dhe natyrën e bukur. Por njëkohësisht është edhe një fshat i haruar. Kjo edhe për shkak të mungesës së infrastrukturës. Rruga e munguar e Velçës, një prej problemeve më madhore të zonës, teksa dhe tashmë që u nis rihabilitimi i segmentit rrugor, ai do të kryhet vetëm në 3.5 kilometra, nga vari Tavës deri tek pjesa e Porrojt që është në afërsi të Velçës. Më pas, disa fshatra mes tyre Velç, Bashaj, Matogjin, Verbas, Vërmik do të mbeten sërish pa rrugë pasi ky projekt nuk shkon tek këto fshatra. E vetmja mënyrë që mund të kalosh në rrugën e Velçës është me foristrad. Ata të cilët jetojnë në Vlorë, por shkojnë shpesh në Velç, pasi në fshat kanë tokat e tyre bujqësore dhe shtëpitë e vjetra, kanë bler këto mjete enkas për të shkuar aty, pasi në rast të kundërt thonë se e kanë të pamundur. Banorët tregojnë se investimi i fundit në këtë rrugë daton që në sistemin komunist. 20 vite ata shprehen se aty janë mbushur vetëm gropat me çakëll. Pavarësisht se në këtë segment rrugor ka nisur puna për rehabilitimin e një pjese të saj, sipas banorëve, ky projekt është i pamjaftueshëm, pasi rehabilitimi i 3.5 kilometrave të parë të rrugës nuk shërben më për asgjë. Sipas banorëve, rruga duhet të rehabilitohet në total, pasi projekti nuk shkon as në gjysmë të rrugës drejt Velçës. Vetë banorët thonë se ndihen të pashpresë se projekti do të vazhdojë me faza të tjera në rehabilitimin e të gjithë aksit, pasi Bashkia e Selenisë sipas tyre nuk ka fonde. Kjo rrugë mund të rehabilitohet në total vetëm me ndërhyrjen e fondeve të qeverisë shqiptare. Ankesat apo edhe protestat e banorëve ndër vite kanë shkuar dëm, pasi pushteti nuk i ka marrë parasysh. Gjithashtu banorët tregojnë se taksat e paguara prej 30 vitesh e kusur nuk kanë shërbyer për asgjë, pasi asnjëherë nuk janë përkthyer në investime për ta. Problemi më i madh i fshatit kush është? Rruga, asgjë tjetër. S'kemi rrugë. Shojmë që po bëhet. Një pjesë, ne duam më lart akoma. Nuk është vetëm Velça, është Matogjini, është Bashi, është Vërmiku, është Ramica, pastaj mbas Velçës. Kështu që këtë kërkojmë, asgjë tjetër. Me këtë rrugë lidhen që të gjitha fshatrat. Të gjitha fshatrat. Në rast se është rruga, do i kthemi të gjithë fshatit. Do punojmë. Dikush bakti, dikush një gjë tjetër, është logjike. Ama s'ka rrugë, s'ka zhvillim, s'ka gjë vllai. Ju jetoni këtu apo? Jetojmë në Vlorë dhe kemi shtëpi në fshat. Keni shtëpi në fshat. Veni dhe vini shpesh. Po. Vetëm folistrada ose traktori? Keni bler folistrat për? Ja, Kastile për në fshat. Vetëm me folistrat kaloj apo? Vetëm me folistrat. Sa vite ka kjo situatë të pyes? Ka mbi 25 vjet. Ja, e njëjta gjë. E njëjta. Edhe harmonizëm po mirëmbahi me shkak. Shohim që 3.5 kilometra, siç e the ti që po rehabilitohet janë pamjaftueshme. Po. Po çfarë ju kanë thënë për vijimin si? Son do bëhet.
E thëna me të bërën shumë largë. Shpresa zero. Bëhet po nga ana tjetër Bashkia Selenisë s'ka fonde. Po ç'a fond, ku është fondi? Se bën dot. Se bën dot bashkia vllai. Shpresa zero. Kush duhet të ndërë? Fondi monetare, shteti. Vetëm shtet. Vetëm shteti, asgjë Vetëm tjetër. qeveria. Vetëm qeveria. Por edhe për banorët të cilët jetojnë ende në Velç, e jetën e kanë krijuar aty, rruga është vërtet një gangren ndër vite. 3.5 kilometra që po rehabilitohen e për ta nuk janë të mjaftueshme, pasi përjashtojnë 80% të rrugës deri në Vërmik, e cila do të mbetet mes gropave. Banorët pohojnë se rruga që nga Ramica e deri në Vërmik rëshket duke i izoluar totalisht fshatrat e zonës. Sipas tyre asnjëherë nuk ka patur projekte të mirëfillta për rehabilitimin e kësaj rruge. Segmenti rrugor tepër i rëndësishëm për Velçën dhe 5 fshatrat e tjerë, pasi sipas banorëve, rruga i zhvillon këto fshatra, duke i rikthyer banorët e Velçës të jetojnë aty. Velça sipas tyre në veçanti, por edhe fshatrat pranë kanë potencial në turizëm. E rehabilitimi i rrugës bën që drejt tyre të vinë shumë turist. Apeli banorëve është për qeverinë shqiptare të ndërhyjë me projekte për rehabilitimin e plot të segmentit, pasi Bashkia e Selenicës në këtë drejtim është dorëzuar tashmë. Rruga ka filluar ande deri këtu te kjo shtëpi tu parë dhe ura. Po, 3 apo 3.5 kilometra në gjatësinë e saj. Nuk e di valla sa është. Te 4 më duket se. 4 kilometra. 4. Pa, është e mjaftueshme. Jo, po është e mjaftueshme. Duhet shkoni vetësisht. Po thuaj se pjesa më e madhe e fshatit, 70% e rrugës e përjashtuar. Pse ndodh keq? Aq fonde ka bashkia, aq. Bashkia jonë është e vogël, s'ka fonde. Dhe me aq e ka bërë me fondet e tyre. Në fondet e tyre. Si është e gjendjen e rrugës sot? Po flas nga pjesa e proj që është aty deri në qendër të Velçës. Po do riparime, do material të ambushës të bësh. Ta rregullojmë mirë do jetë, edhe për turizmin dhe për ne. Është amortizuar rruga? Është pjesë është. Lart andaj shumë. Më tepër lart rruga. Lart na Ramica lart është më keq. Më keq apo. Ka raste që kthehet edhe pa kalueshme që lidh fshatrat, për shembull në Ramica. Ka vende të vogla, i bën bashkia në skerpa, i paron. I paron, ne. Pse çfarë ndodh? Bie? Po bie në lart shket vendi. Bie mbushet, ti kish lart në Velçë, lart të shkosh vetë. Është një rrugë e cila lidh jo vetëm Velçën, lidh 7 fshatra. 7 fshatra deri në Vërmik. Mirë, ta rregullojnë. Tepër e rëndësishme për çdo fshat besoj. Po nuk diskutohet fare, ujtë është një edhe rruga. Se më përpunoj punë vetë, s'kan vajnë vitë mëdhej. E ai ka 20 skaj më lart fshat. Ti je banor i Velçës? Unë jam këtu, rritur në Asumat. Po. Sa vite ke që e mban mend rrugën në të tillë gjendje? Ka që kot e ndërë se s'bëm më fare. Ai parim në gjithë vogël. Kanë bërë kanalizime, kanë bërë to. Po ja, i pastrojmë dhe i bëjmë. Po projektet mirëfillta ajo? Jo. Po flitën do bë. Me sa do bë. Nëse rruga rehabilitohet, çfarë sjell për Velçën do të thotë? Çdo jo. Njerëzit sikin kthehen prap punë tyre. Blegtoria mbaron s'ka, po s'pati rrugë, po s'pati shërbime. Ku do vetë? Po njëkohësisht Velça është edhe një fshat i cili ka dhe diçka për të vizituar, pra. Ka plot, ke shpellat, ke vende plot sa duash. Vende të bukura. Pengohen edhe turistët nga kjo rrugë? Po si s'pengohen. Ja, unë jam me mbasi rrugës, ja pason e fermë një gjë deri sipër. Kanë investuar, kanë bërë ndaj nga ujvara, i thonë nga fshati këtu. Kanë bërë një rrugë andaj. Po s'qe kjo, ato kotë që bën, sa i do shkoj dhe ati. Pa duhet kaloj një rëthu që shkoj aty, se s'ka si shkoj ndrysh. Shkëptohet farë. Po nëse bëhet rruga, jep impakt edhe në pjesën e investimeve të reja në Velç apo të turizmit? Po si jep, rruga është kryesorja. Po të jetë rruga e mirë, do vinë njerëzit, do kthehen ta që janë jashtë shtetit. Do vinë, do investojnë në fshatra, do bëjnë shtëpi të vjetra që kanë lënë pleqt prindit e tyre. Sa kilometra është si rrugë, nëse ke informacion? Deri ku? Po them, do po e filloj nga Velça dhe deri te fshati më i largët. Deri në Vërmik do të jetë një 20 km, 30 km. 30 km. Po deri në Velç? Do vetë 8 km. Sa? 8 km. 8 km. Nga Varitava e në Velç, ja ka deri këtu. 10 km rrugë. 10 km. Pra nuk kanë rehabilituar as deri në Velç, as gjysmën e deri në Velçës. Ja, deri aty në Turp, i thonë vendit.
të ura, dhe bëjnë. Sa e më vasë? Do i bësh një apel pushtetit, çfarë do i kërkosh në kuadrin e kësaj çfarë folëm? Ja, të punoj më mirë për fshatin, për komitetin. Po vetëm të plotësoj kërkesën e rrugës apo? Po të rrugës, asë në gjithë s'duam. Ujtë e kemi ne ka falë Zoti, asë një s'duam asë njëmë. Për gjatë udhëtimit tonë në Velç, nuk mund të qëndronim për shkuar tek një prej pasurive më të mëdha natyrore që fshati ka. Vizituam për herën e parë ujvarën e Rasalit, e realisht ndihemi vërtet me fat që mund të shikonim nga afër këtë pasuri natyrore. Kjo ujvar është një atraksion i çmuar turistik, por nga ana tjetër shumë pak i vizituar, kjo për shkak të rrugës të jetë amortizuar për të shkuar në të. Fatkeqësi që në Velç kjo ujvar është në këtë gjendje, shumë pak din për të. Madje ka edhe banor të Velçës, të cilët nuk e kanë vizituar ndonjëherë për shkak të rrugës së rrezikshme në shpatin e malit, e cila rrëshket, duke mbetur e bllokuar ndër vite. Ndërkohë kur shkon tek ujvara nuk bëhesh as pak pishman, megjithëse rruga është tejet e amortizuar dhe e rrezikshme, pasi aty zbulon një pasuri natyrore të mrekullueshme, e cila po të kishte më tepër vëmendje nga pushteti lokal, do të mund të zhvillohej më tepër duke u kthyer në një atraksion të vërtet turistik. Gjatë udhëtimit ton në Velç me grupin e xhirimit të Blu Televizion, nuk mund të rinim pa u ndalur edhe në ujvarën e Rasalit. Një atraksion turistik, por njëkohësisht edhe një vend shumë pak i zbuluar për shkak edhe të rrugës në shpatin e malit, e cila e vështirëson ardhjen këtu. Por është një bukuri natyrore, një pasuri për Velçën, e cila vizitohet shumë pak, kryesisht nga turistë huaj, të cilët vinë në këtë zonë krahas kampingut që bëjnë, vizitojnë dhe bukurinë natyrore pa shpinës time. Aty ku rrjedh ujë i burimit dhe krijohet një ujvar, ajo e Rasalit, e cila i shërben më pas gjithë fshatit të Velçës. Ndërkohë, ju ftojmë të zbulojmë pak nga kjo magji natyrore e cila ndodhet në fshatin në Velç. Gëzimi vjen çdo ditë nga Lushnja dhe është punëtori një firme private, e cila ka fituar tenderin për realizimin e projektit për rehabilitimin e rrugës që të çon në ujvarën e Rasalit, e shtrimin e saj me beton. Si një person që një pjesë të mirë të ditës e kalon tek ky segment rrugor, ai tregon se ka parë mjaft turistë të huaj që e vizitojnë ujvarën, turistë që janë me kombësi polake, romun, norvegjez, e sipas tij nuk kanë munguar as nga vendet më të largëta, si Kanadaja, Amerika apo edhe Australia. Gëzimi thot se vetëm shqiptarët nuk e vizitojnë këtë vend për shkak të rrugës apo mos besimit se aty do të gjejnë një mrekulli. Të huajt sipas tij pranë ujvarës bëjnë edhe kamping, duke nxjerrë tentat e tyre e duke kaluar disa net pranë saj, duke ndezur edhe zjarr. Ndërtimi i rrugës sipas tij është tejet i vështirë, pasi terreni nuk mban duke rrëshqitur shpeshherë. Ndaj edhe kjo rrugë kërkon një projekt më ambicioz. Vinë këtu ka pas vërtetësi, tani janë hapur pak rrugë, shumë vinë pak më lehtë, më mirë vinë tani. Nga cila pjesë e botës vinë turistë? Po vinë nga Kanadaja, Amerika, nga Australia, nga vendet këtu nga Norvegjia vinë nga Polak vinë shumë dhe Romun. Po si e kanë zbuluar të vend? E kanë ka qenë ai pari këtu që ka filmuar dhe ka hedhur në për këto
Instagram, edhe janë kurios sportarët të shpellën në mësheft. Kesh shpellë e pabesueshme. Të tregosh ta njëjtë, të nuk di gjë për këtë. Kur vjen këtu, ke frikë të hysh brenda atje. Pse është e pabesueshme? Po se ka provuar të vijë njëri këtu, se po të vinë këtu, është një mrekulli që mollaj jugu ka mrekullia më të mira. Po ti vetë kur e pe për herë të parë. Për herë të parë, mollaj nuk dija nga kur hija brenda s'dija nga ti kishte më. Aq mrekulli që ishte episodi. Ti kishte bërë mrekulli midis malën. Shpellën. Ate që turistët vinë bëjnë dhe piknik. Bëjnë piknik, rrinë nga 3-4 ditë, po më shumë kushteve të vështira rrinë ata. Me ngrenin i marri me vetë, se ujë ka, e ka bërë për një ujë, po s'kanë kushte. Rrugë si po bërë, është shumë vështirë rruga për të mbajtur këtu, nuk ma dheu. Është tereni vështirë. Duhet zhvilluar si atrakcion. Shumë. Si dimër behar këtu vinë. Ne kemi qëlluar edhe në dimër. Në përshi kanë ardhur turista. Mendon që të dorë shteti këtu të mëjnë ta bëjmë më të mirë dhe më ta... Shteti duhet të vej këtu, të vinë njerëzit me familje, me fëmijë, të kënaqe. Po ka ne shqiptarët e vizitojmë këtë vend apo vetëm? Shumë rrallë. Me më shumë të vinë të ujtë, të joqë. Pse nuk e vizitojmë më? Çfarë na mungon? Po, nuk i besohet njeri që ka mrekullirat të mira këtu. Vetëm nga ajo, mos besimit. Edhe rruga. Por për çfarë njihet Velça? E si ka qenë i organizuar fshati? Kush janë fiset më të njohura në fshat? Patëm fatin që përgjatë udhëtimit tonë në Velç, të takonim banorët, të cilët na tregojnë më tepër. Banorët na thonë se Velça është një fshat model, ku banorët shkojnë shumë mes tyre, e kanë hyrje dalje me njëri tjetrin. Por edhe një fshat që njihet për traditat, kulturën e zakonet që përcjellin brezat. Velça sipas tyre është vendi me ajër të pastër e klimë të favorshme, e njëkohësisht i pasur me burime ujore, ku në fshat numërohen plot 75 të tilla. Si fshat sipas banorëve, Velça ndahet në 2 pjesë, në fshatin e vjetër që gjendet më pranë Ramicës, e nga ku banorët për shkak të zgjerimit janë zhvendosur drejt zonave të tjera, duke krijuar edhe Velçën e re. Në Velç më parë kanë qenë 13 mahalla, ose sot lagje, të cilat mbanin kryesisht emrat e fiseve që jetonin ato. Ndërsa në Velç, sipas banorëve, ka edhe shumë fise të dëgjuara. Sot Velça, sot fshat. Velç, çfarë do thotë? Fshati i mirë, model, çfarë do thotë? Për çfarë njihet Velça? Si fshat. Po Velça ka shumë tradita, shumë fshat model i lumit Vlorës. Balkoni i lumit Vlorës është Velça. Balkoni i lumit Vlorës, po në histori, çfarë të ofron? Në histori është vend turistik, vend me shpella, po ju si dini ka ata. Ishim të shpella. Historikisht, po ato ka më shumë. Blegtoral, bujqësor. Po rëndësi ka që është vend i mrekullueshëm me njerëz të mrekullueshëm. Krahas njerëzve gjën ajrin e pastër edhe natyrën. Po unë thash balkoni i lumit Vlorës, ja shije vetë. Ti sa vit ke lindur në Velç? Unë jam origin puro Velçot, den babaden. Me se merresh? Unë jam punë akoma. Jeni në punë akoma. Po. Si ma përshkuan fshatin sot? Si është? Fshati birë është po. Na ka nikur fëmija, çfarë janë na vetëm na këto, nuk ka patur rrugë, nuk ka shërbime në komunitet, nuk na ka ndihmuar me që, na ka lënë si që këtu e lartë, kështu jemi. Fshatra të buraktisur, jo vetëm Velç, Dërmik, Ramit. Bëhe 5 fshatra me radhë lartë, andej vi unë tani. Po banorët e Velçës vetëm me bujqësi dhe blegtorime? Po, vetëm kaq, me çfarë do merrem? Vetëm kaq. Kush ka në punë të këtu, këto? Po, për shumë, prindit apo gjyshrit tuaj, thoshin diçka rreth histori apo atyre kujtimeve të mëparshme të fshatit, ka ndonjë histori të lezetshme që mund na i tregosh? Është fshati më me burime natyrore, burime ujë. Ka mbi 75 burime. Po ku shkon ky ujë? Konsumojnë banorët e Velçës? Ujë, burime ne i themi burime dhe të vogla, kaq. Po. Do të thënë burime janë sipas tokave, sipas shtëpive se fillimisht ka qenë shpërndar fshati. Janë mbledhur në vitet 72-73, ka filluar ky fshat është formuar. Është dhe fshati më ata, fshati vjetër që e quajmë ne, atje kemi qenë përpara, pastaj është krijuar ky. Kjo është Velça e re? Po, Velça e re, kjo quhet si lagj. Pse quhet Velç? Velça ka pa den babaden, kështu është njohur. Çfarë histori ka? A mos ta ke? Po nuk e di unë histori, di që është Velç.
Ti besoj për fshatin një krenar apo ja? Shumë krenar që jam i Velçot, se njihemi edhe nga gjithë që jemi fshat i mirë. Pa Thot, problem. banorët janë sërish bashkë, kanë atë vllazërinë e dikush. Po, kemi unitet, jemi të ndarë me mahalla, jemi të ndarë me shoqëritë, me gjitha, kalojmë shumë mirë. Çfarë mahalla është ka Velça? Velça ka qenë 12 mahallë. Mahalla? Unë jam mahallë Qesarate, pure e Velçot. Ka mahalla tjera, Gjivella, Boba, Koka, janë 13 mahallë kanë Janë qenë. kryesisht nga mbiemrat e Mahallë që janë grupë familjesh. Unë jam për shembull jam nga Peçajt, jam i Velçot. Pure i Velçot. Ka Peçaj, ka Mehmetaj, ka Jaupaj, ka çdo lloj Balilaj, ka Hoxhaj, ka çdo lloj fisi. Manaj këtu lart ja këto. Manaj plot, ka shumë emra që jetojnë sot këtu. Velça si një fshat blegtor, po ku gjendet blegtoria sot? Këtë gjë na i tregojnë më së miri blegtorët që jeta e tyre i lidh çdo ditë me Velçën. Takojmë një prej tyre që çdo ditë merret me rritjen e 20 lopëve, e që i ka vendosur tek kullotat që ka në Velç. Sipas tij, në këto fshatra më parë ka patur 2000 krerë dhën e 3000 krerë dhi, po ashtu 100 lopë përpara viteve 1990, ndërsa sot numri i krerëve në total shkon tek 1000, por edhe më pak ndoshta. Blegtoria sipas tyre nga viti në vit është në rënje për shkak të mungesës së fuqisë punëtore, pasi të rinjt nuk angazhohen në to. Nëse punon, banorët thonë se ka fitim, pasi një tuft me 20 lopë prodhon rreth 2 kuintal qumësh në ditë. Sasi e qumshit kjo që shitet në Baxho me një vlerë deri në 70 lekë për litër. E fitimi është i mirë sipas tyre për të mbajtur familjen, por vetëm kaq. Pensionistët me këtë angazhim mund të ushqehen, por të rinjt nuk ja dalin dot të mbahen e të krijojnë familje të re. Shumë blegtor po i shesin tufat e tyre me bakti e po largohen nga fshati dal nga dal, pasi nuk kanë më prodhim të mjaftueshëm. E të rinjt nuk e shohin veten në këtë angazhim dhe aktivitet, çka bën që të jetë në rrezik shtukje. 20 krerë që keti, sa litra qumësh mund të prodhojnë në ditë? Po vend deri në 2 kuintal. 2 kuintal. Ke ku është 2 kuintal që prodhon Ka shumë? Baxha Gjermi. Ka Baxha. Ka Baxha cilësisë mirë që bën djathtë cilësi e parë. Ta merr të gjithë prodhimin? Po. Me punën që bën ja leverdis, vetëm kjo shitja e qumshit. Leverdis. Leverdis pse? Sa kushton? Sa ta merr Baxha një litër qumësh? 700. 700 lekë. Janë të ardhurat mjaftueshme për të mbajtur familjen? E thashëm shko tani për moshën tonë, të arrot janë mjaftueshme, unë marrë pension, plus ndihmë me këto. Për një të ri dhe i del llogaria nëse e shton që i numrin e krerëve. Edhe i del llogaria. Po që të rinjt nuk lidhen. Nuk lidhen, s'ka asnjë të ri në blegtori. Nuk lidhen se shikojmë më shumë qefi shoh botën. Ndoshta kushet janë më të mira atje. Ka rënë numri blegtorëve në fshat nga viti në vit? Po dhe ka rënë. Shumë sa mund t'jeni sot, sa keni qenë më parë? Parane ka pasur Gjormi, ka pasur apërsisht 2000 krerë dhënë, edhe ka pasur 3000 krerë dhi. Gjormi, ka pasur 100 lopë. Sikur, ish kooperativ, para në 10. Tani karar, nuk apërsisht të dhënë, s'ka as 1000 krerë nuk janë një gjërë. Pse çfarë ka ndodhur? Pse po bie blegtoria? Nuk i duan të rritë, kaq. Vlera e thash, ka vajt në vend vlera. Është rritur qumshi, është rritur mishi. Ka vajtur vlera. Fitimi është i kënaqshëm, nuk ashtu. Por nuk e duan të rritë. Sa kohë merr në ditë kjo punë? Po unë i kam të rrethuar që shikon ti, kam rrethuar me ranë. Edhe nuk çoj me to, vetëm i miel edhe i lë kështu. Iki, merrem në një punë tjetër ose rri në shtëpi. Tokën ja ke vendosur gjithë në dispozicion lotë, nuk është se ke mbjell diçka apo. Ja, kjo është kullot. Nuk është toka. Tokën are kemi në fush. Atë kemi mbjell me jonë, kurse kjo është kullot. Kështu. Po për bujqësinë ke një koment si e sheh?
Bujësia, unë them që bujësia është lënë më shumë mbrapa se sa blegtoria. Në zonë, flas për zonën tonë. Se na mbështetje shtetit apo? Pa në myzeqen atë. Po jo, atë që them, të rrit nuk lidhen me punë. Ti e ke pamundur. Edhe në një fitim, në një rendiment lartë se ne kemi tokë të cilësisë dobët do me kualitetit. Nuk kemi ne toka si në myzeqe. Edhe nuk ka rendiment tek ne. Kurse blegtoria ka tharve. Në krahasim, ndaj më shumë merrem me blegtorisë se sa me bujësinë. Po që ata që merren me bujësinë, detyrimisht me blegtorinë, detyrimisht merren edhe me bujësinë se i vjen ndihmë. Ke ndonjë fëmijë apo një postembes që ka dëshirë të merret me blegtori? Kam 3 vjen, po i kam janë me punë. Nuk e shohin veten në blegtori. Po për momentin nuk kanë interes, megjithatë po të ngelen pa punë këtu i kanë. Ndërkohë, ku do shkoj blegtoria pas disa vitesh, po them pas një dekade apo edhe më tepër, kur do ikin edhe blegtorët e fundit? Ashtu unë them që shteti ka mendimin që shteti duke e parë që blegtoria po ullet si në mukresh, edhe është një ardhur kombëtare për bën furnizimin e popullsisë, mendoj se do hedh dorën më shumë se sa e ka. Do rrit subvencionet, mendoj unë. Nëse po do ndikoj, nëse shteti do ndikoj të rrit subvencionet, të i mbështet blegtorët, unë them që pse të mos punojnë dhe të rrit. Bujësia në Velç është në gjendjen më alarmante se blegtoria. Kjo për shkak se cilësia e tretë e tokës nuk nxit më prodhimin e madh të produkteve të ndryshme. Kjo i detyron banorët e zonës që, duke mos i mjaftuar bujësia, të bëjnë edhe punë të rënda, siç është edhe ndërtimi. Pavarësisht se janë në moshë të madhe, pamjaftueshmëria e bujësisë në fitime, si dhe gjendja alarmante ekonomike familjare, i detyron që të punojnë punë krahu. Hysen Xhaferaj tregon se numri i bujqërve në fshat ka rëndjeshëm çdo vit. Kjo pasi sipas tij, shteti nuk i mbështet. Xhaferaj ka edhe një mesazh për pushtetin. Ti kthej syt nga këto dy sektor për të mos i lënë që të zhduken plotësisht sa nuk është vonë. Sot Velça, si është fshati? Velça është fshat malor, si gjithë fshatrat. Me se merresh? Unë merrem me ndërtim. Keni ulli? Ja kanë ulli sa po bëjnë sa qartime. Ja vlen sot ulliri? Po, se vlen. Po jam punojnë dikun, djerëm ato, bukën, si thonë. Mund t'ja dalësh sot me të ardhurat? Po ja, me të keq. Sot ka ardhur, po... Sot këma punoj. Bëj shartime të ullive. Punon në këtë moshë në ndërtim, apo jo? Punoj. Qa të bëjnë, do në të ushqemi, nuk në del. Mund do të pjesë për moshë? Unë jam 68 vjeç. 68 vjeç. Sa. Që vështirë të merresh edhe me ndërtim mikus? Po, nashi të çdo gjë vjen edhe mosha vet. Çdo lloj pune. Po çfarë detyron ti bësh këto punë? Ja, rris e kam si pasion i thonë, edhe njerëzit i ndihmoj. Edhe i ndihmoj edhe marrë një lek. Detyron dhe ekonomia? Ekonomia, po, s'bella fare. Se është në nivellet e duhura? Po. Çfarë duhet bësh që ta ndryshojmë çik fshatin? Të japim çik një tjetër jetë? Po fshati do rrugë, kjo më kryesorja. Duhet mbështetur më shumë bujësia? Po, normale që do, si s'do. Do, bujësia gjitha, dua, mbështetje. Nëse nuk mbështetet, çfarë rrezikojmë? Ku do shkojnë këto dy sektor? Në humbje fare, falimentim. Dhe falimentimin, qose nuk i besohet. Ka banor të fshatit shumë që merret me bujësia apo me blegtori? Po ka, po shumica kanë iku. Ka rënë numri nga viti në vit ose nga çka që më parë? Po s'bella fare. Ka rënë. Dhe rrezikojmë që të bjerë akoma, vë? Po ikin s'kamët, janë ngellë, ja. Ma mosha, janë gjithë moshatarë. Pak, në 1% e vagull mund t'jetë të ri.
qëri na ke ndihmojnë pend me blegëtori. Po do e një mesazh të jepje shtetit në kuadre të bujqësisë? Po, mesazh shtetit të shikojmë më shumë bujqësinë e blegëtorisë. Kjo është. T'i kthej syt në fshatit? Po, normale t'i kthej syt. Se pos pati fshatis, po s'je bujqësia dhe blegëtoria? S'ka gjë, mbaron çdo gjë. Hysen Qafera i ka ardhur në Velç për të punuar pikërisht në bujqësi. Ai po punon në shartimin e ullinjve, e me këtë rast nuk mund ta linim pa na i treguar në mënyrë të plot të gjithë procesin. Do zgjidhe kjo, cila është me mos ketë plagë. Ja, për shumë kjo kësej do përte fare se ka plagë këti krau. Nga i dallon plagët? Po ja dhe ka kjo, ja, është me plagë kjo. Kurse kjo është filiz e re, edhe kjo. është drus më i rregull, më i fortë? Po, më i rregull. Po pse pritet më i forti, se mund mbi prap? Po këti i del nga qarë, kurse i s'ka më lënka, i ka marrua, si deg. Po pse e sharton, ndryshon racë me ujë, çfarë ndodh? Po nuk pjellën sa, ja. Nga dallohet që nuk pjell? Nuk bën? Po që janë banë në bishe, që janë bjerë dhe nuk prodhojnë. E i hedhëm koronel. Rrath koroneli. Po e ndryshove, dhe me të halloj tipin e ujë. Ta ujnë këtu që po pretani çfarë lloji është? Ka njot? Ka njot, ka. Kjo të përgjët e gjithë, se është plagë. Në këtë mënyrë. Ashtë kjo më përgjët që kjo të gjelë kura, pasë ne kemi kalem ashtu. Përgjën kështu gjetën nes, përgatitet kalemi. Edhe futet atë dhe çare degëve, apo? Po. Sa e sigurt është që do mbi? Kjo për 15 ditë tregon. Po çfarë shenje jep që e dallojmë që mbiu? Sa bjen këto e bëlqet se është e mundimshme si punë? po ka, si s'ka më përkesi akoma. S'ka përfunduar. Pse e lidhim? Na që e lidhim. Bësh mos marraj. Sa ditë besoj do qëndroj e lidhur? Sa qëndron është? Po 15 ditë do lërohet pasaj. Pasaj liron? Ky ulliri që del, quhet Velçot, apo jo? Apo është ulliri i zonës? Kjo zonë e Velç e gjithë kjo. Po ulliri. Labësh apo është? Ja, po koronelin nga vinë, edhe veç nga vina. Kjo është që mos të lëvizin ato dekte vogla, apo jo? Jo, mbanë këto që mos ma lagëshi kjo. Ato kalemat furnizohen nga trumbu tjetër. Po. Ideja që ndronë që ata të fillojnë të marrin forcë nga ushqen, edhe jo të gjithë zënë, apo jo? Po, nuk zënë gjithë. Po ku nuk zënë, çfarë ndodhi? Provon prap proces? Po i hedh motëm, po dua. Ka një periudhë të caktuar që bëhet apo bëhet çdo kohë? Jo, ka një. Kur bëhet? Kryesisht? Në 10 prill deri në 15 maj është koha më që kemi ditë e fundit. Optimale. Tani vendos qeskën, pse? Që ta mbajnë ngrohtë në stoma. Pra krijove gjitha kushtet. Po.
Na, Ky sa i lëshon dioksid karboni aty dhe karboni bën mirë bimën. E rrit. Të merr fryma. Në procesin e karboni ngelet aty. na shi kjo mbaroj. Sa e sigurt është që do të ndi? Sa më shkon për shkak siguria e vet? Sa përqindo? Po, sa përqindo? Po, na shi varës, po 80% e zënjes zjen. Varës si mbas kusheve. Në të mojë. Ati që e bënë, se ka që të zë shahtini. Faleminderit shumë. Përgjatë udhëtimit tonë në Velç, ashtu si në shumë fshatra të Vlorës, pam shumë pak, për mos të thënë fare rini. Banorët e fshatit e konfirmojnë këtë fakt, duke e treguar se të rinjt janë larguar në emigrim, kryesisht në Itali, Greqi e deri në Angli. Jetesa në fshat është e vështirë sipas tyre, pasi aty mungojnë vendet e punës për të krijuar një ekonomi të fortë familjare. Sipas banorëve, në vitet 2000-2005, në Velç pati në total 400 familje, ndërsa numri tyre sot ka rënë deri në 30. Të vetmit që qëndrojnë në fshat janë pensionistët, të cilët thonë se ajri i pastër, klima, dashuria për fshatin, por edhe produktet bio i mbajnë ende aty. Të rinjt nuk e shohin as pak të ardhma në fshat e kjo gjë bën që Velça brenda pak vitesh të rrezikojë si shumë fshatra të tjerë shpopullimin. Dua të të pyes, na Velça je? Po, Jeton këtu në Velç? tu jetoj, ja këtu më tanë. Si është jeta sot? Si ma përshkruan? Jeta ja jemi pensionist, kemi bet pa të ri, qarë kjo, jeta poshtër. Të ri nuk kemi jashtë shtetit. Ja shtetit. Po edhe unë kur erdha, edhe kur kaluam në Velç, shumë pak, po mësoj se fare, se shumë pak është Ore, rini. Pse? Çfarë ka po ndodhur? të ri, ka ikur të ri janë tërë jashtë shtetit. Emigrim, kërkojnë jetë më të mirë. Po ndërkohë, këta të rinj, ku kanë emigruar? Në çfarë shtetesh kanë shkuar kryesisht banorët e Velçës? Banorët e Velçës kenë në Angli, kenë në Greqi, në çdo vend. Në Itali. Kanë emigruar me periudha apo kanë çdo vit? Ata vinë vetëm 10 ditë në vit këtu, nuk vinë. 10-15 ditë edhe kaq që ikin. Po pse? Ju e dini e vetë këto, shko që merrin intervistë Pse normalisht. kanë emigruar? Çfarë i detyron të Po i emigrojnë? detyron se këtu jeta është e vështirë. Çfarë mungon në Velç? Po këtu mungon, çfarë mungon këtu? Rruga ka munguar. Kjo në radhë parë. Pa drita ujë kemi patur, nuk është problemi atje. Njëri për shkakun që do të jetojë në Velç, me se mund të merret? Nëse do merret, çfarë do merret, çfarë do bësh këtu? Ja, do mund merret me një rrush, me një diçka, po çfarë do bëj se këtu thuaj se ka mbaruar çdo gjë, është e vështirë. Domethënë vetëm mund të merret ose me bujqësi ose me blegfër. Po të vetëm këto dy gjëra, se çfarë do bëjmë këtu? Këtu nuk ka çfarë bëjmë. Po me këto, nëse merret njëri me bujqësi apo me blegtoria, del dot? Ku ja dele sa kanë ashtu këtu po i shesëm baktit. Këtu vetëm pensionistët mbajnë një lop, mbajnë 20 dot, po i mbajti dot, po si mbajti dot, s'ka çfarë të bëj. Po çfarë mungon te këto dy sektorë? Domethënë që as aty, megjithëse ka vende pune nuk ka dalë dot. Po këtu mungon o vllajgjani se këtu ne si fshat nuk kemi mal. Mal si fshat nuk kemi vetëm fushën. Çfarë do bësh ti? Do të vesh të blesh ti, po vajte e bleve dhe e mbajte 12 për 12 tu mallin. Nuk mbahet se vetë ka shpenzim të lartë. Edhe ka mbam sa për ne për moshatarë tu. Këtu ku ka të ri? Të ri s'ka. Sa të ri mund të jenë në Velç sot? Po këtu të ri mund të jenë des 15-20, djemë edhe ata janë beqarë. Do të financues vetë. Po zin, çfarë bën? Ku do vën? Duan Vlorë. Duan gjithë. Duan Vlorë. Ndërkohë do të pyesja edhe diçka. Numri i familjeve në krahasim të paktën nga 15 apo 20 vite më parë, si është? Këtu nuk janë të tërë fshatin, qofsha unë i gabuar, janë 30 familje, apo se janë 30 familje të tërë. Jetojnë në Velç. Kanë qenë 400 kanë qenë. 400 Më përpara. Sa vite? Do me thëmë, që kur ishtë socializmi kanë qenë, se pas ta kanë ikur tërë janë Vlorë. Ja. Edhe moshatarët e mi, janë Vlorë janë tërë. Po ju me se merreni në Velç? Unë kam pak dhënë, jam pensionist në ashtim. Edhe kam dhe një lop, ja këto kam. Ja hiq një tjetër. Je ke menduar në një të largohesh? E ku do vete? Do vete unë Vlorë. Çfarë do bëj në Vlorë? Ku do vete? Çfarë të mbane ende në Velç? Mban vetëm ajri i pastërt.
Edhe këto do marrë dhe ujë, edhe do ha ato pak gjëra i do ha, do t'i ha bio, do vija këtu më këmbes dhe lakëra, edhe dik dhe kam bio. Ja kjo më ba. Ku të ademu se ai që prodhon ato qëfar i bon qëfar këtu se gjithë do tu. Po e ardhmja qëfar i rezervon Velçës, si mendon? Qartë të them unë ashti. Ata e din vetëm të rritë po kësujën e ata. Po kësujën e ata mund të bëhet në i gjë këtu. Po këtu. Kjo shpresë do këthen? Po, shpresa dhe se fundit. Ndryshon diçka që t'u japi stimul të rinjve që të kënë? Nuk e di, dëgjoj, këtu e vërteta është në këto zonë, këtu që janë 6 fshatra me gjithë vërmikun, në qoftë se do bëhet rruga, kanë filluar që bëjnë shtëpi që na shtin, po në qoftë se do bëhet rruga është gjallëri. Do vinë, do ketë emigrim, do vinë dhe emigrant do vinë më shumë. Në qoftë se do vazhdoj kjo rrugë. Në qoftë se kjo do vej njëra atje ku e bën bashkia, pastaj është keq andaj se andaj është gati hoqi 3 kilometra, po ajo është 28 fjala bia, po 26 këtë se di mirë. Ja kjo është e gjitha. Nëse vazhdon me këto përmasa emigracioni, çfarë rrezikojmë të ndodhë? Këtu ata që flasën të tërë për këtë punë, këtu thonë, as lindja nuk ka mo. Janë nga 20 vjetë janë pa martua. Pra brenda 1 apo 2 dekadash rrezikojmë që Velça mund mos ketë banor. Po qarë do vdesin ne qemi, se nga 60 vjeç, kemi dalë pension. S'ka mo, aty dhe kur vdesin njeri vetëm me moshatarëve mi. Nuk vetë asë njeri mo. Do një bësh një apel shtetit për ta përmbyllu? Apel shtetit i bëj thirrje që rrugën që ka filluar ta shpjer në vërmik. Dhe se s'ka qartë bëj dhe shtetit tek e fundit fare, vetëm rrugën ka drejt bëj, se çfarë do bëjmë, drejt aty kemi ujë, dikush nuk ka, dikush ka, po ne si fshat kemi ujë, kemi dhe ujë vaditje dhe ujë pishëm kemi. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Rrofshi dhe ju. Mësuesja e fshatit na konfirmon një tjetër realitet të trisht të Velçës. Për shkak të largimit të popullsisë, e thotë se shkolla 9 vjeçare e fshatit rrezikon mbylljen brenda pak vitesh. Ka 9 vite që jep mësim në Velç, e ka parë gjithnjë më tepër, rënje drastike të numrit të nxënësve. 9 vite më parë, mësuesja tregon se në shkollë ishin rreth 100 nxënës me klasa që funksiononin jo kolektive. E ndërsa sot, sipas saj numri i nxënësve ka shkuar në 37 e mësimi kryhet në klasa të përbashkëta. Mësuesja tregon po ashtu se vetëm një nxënës u regjistruar në shtatorën në klasën e parë, ndërsa edhe për shtatorin që vjen veç një nxënës pritet e parashikohet të regjistrohet aty. Sipas saj, shteti duhet i kthejë syt nga fshati, të nxjisë aty punësimin, vendet e reja të punës në mënyrë që banorët e fshatit të kthehen në vendin e tyre e të shtohet popullsia. Unë kam gati 9 vite që kam marrë në të fshat, sepse unë punoj mësuese. Ajo që më bën të ndihem një keqardhje për fshatin është sepse këtu ka një numër të pak banorësh. Dhe kjo do të thotë që për brezat që vinë është një fatkeqësi e madhe. Ti je me origjinë nga Velça? Jo. Unë vinë, jam një bëngjë, pra jam mësuese. Punoj mësuese. Dhe kjo është një keqardhje e madhe për arsye sepse fshati në rast se nuk ka banor, shndërrohet në një zonë të shkret, dhe në shkretir pra. Velça ka shkollë 9 vjeçare? Po, ka shkollë 9 vjeçare. Mund ta përshkruaj shkollën si funksionon për ta ditur? Atëre, është një shkollë, një ndërtesë një katëshe, në të cilën nxënësit janë nga klasa e parë deri tek klasa e 9. Numri i tyre është drejt reduktimit për arsye sepse banorët janë larguar. Sa nxënës keni sot në kuadër? Janë të 37 nxënës. 37 nxënës. 9 vite më parë, ti ke ardhur në vitin tënd të parë. Sa nxënës ishte? Atëre kishte klasa 17 nxënës. Një klasë? Po. Nuk ishte me klasa kolektive, ndërsa sot janë me klasa kolektive. Paka shumë, rreth 100 nxënës sot kanë mbetur 37. Po. Dhe po vinë, po i largohen? Po pra, disa po them që është ndjekur politika e popullimit, mendoj unë, që nuk ka banor, dihet që fshati ngelet shkret, sepse banorët i japin jetë. Po këtë vit sa ka pas klasë parë?
filloi? Po, te klasa e parë një nxënës ka. Një nxënës. Po, dhe për vitin që vjen një nxënës është. Do me thënë është drejt reduktimit. Do me thënë brenda pak vitesh rrezikon që të mbyllet fare. Po, patjetër, po. Vjen ke shardhje? Shumë thash që është e trisht, është e dhimbshme, sepse janë ndjekur politika mendoj unë të çpopullimit. Ata kanë ikur kërkojnë një jetë më të mirë në botën e jashtme, po jetë më të mirë se në vendlindjen tënde nuk besoj se e gjin një kundi. Ata kanë ikur për hall, nuk kanë ikur për qejf andaj. Mendojnë se vërtet të ndërtojnë diçka, po që të ndërtosh jetën, vlerë dhe rëndësi ka vetëm ta ndërtosh atë kur e ndërton atë në vendlindjen tënde, në vendin tënd. Ky duhet jetë një apel për gjithë të rinj që të mundohen të ndërtojnë jetën në vendlindjen e tyre. Kjo ka shumë rëndësi, që Shqipëria të jetë pjesë e shqiptarëve, jo e atyre që vinë, e të huajve. Duhet një apel që të gjithë të rinj të ndërtojnë jetën në Shqipëri, gjithë shqiptarët të rinj shqiptar të ndërtojnë jetën në vendlindjen e tyre. Kjo ka shumë rëndësi, sepse duke u larguar brezat e reja, brezat e rinj, atëherë kush do të ngelet këtu? Do të ngelen ata që vinë nga botë e jashtme. Kjo është shumë e dhimbshme për ne, edhe për ne. Për brezat që largohen nga ky vend, sepse është një vend i shenjtë, i mrekullueshëm, vend që shtrihet në brigjet e Mesdheut, i ka të gjitha kushtet, qoftë turistike, qoftë për blegtorinë, qoftë për bujqësinë, t'i sigurojnë të gjitha produktet bujqësore, blegtorale për ta vendit tyre. S'kam se importojnë, kur i kanë të gjitha mundësitë në Shqipëri. Ky është mesazhi im, që të gjithë të rinj të ndërtojnë jetën e tyre në Shqipëri, sepse ka mundësi. Edhe shteti duhet të ndjek politika që t'i mbajnë të rinjt këtu, të krijojnë mundësi punësimi. Shumë vetëm te puna lidhet çdo gjë? Po, patjetër, vetëm te puna, se i riu duke mos patur mundësi punësimi, do të largohet. Ku e shihni shkollën pas 10 vjetësh? Pas 10 vjetësh është drejt mbylljes. Vjen keq përvendje e punës? Se vërtet është mundësi e fshatit, apo asaj që do të pas. Po patjetër edhe te vendi i punës, po patjetër edhe për vendin e punës më vjen keq. Po më shumë më vjen keq, ta thash edhe një herë, për brezin e ri. Sa vite keni mësuese? Unë kam 27 vjet mësuese. Mund ta cilësojmë vitin më i trisht për arsimin? Ose më saktë sa vjen edhe bëhet më i trisht? Po, për brezat e rinj, po. Se unë shkoj drejt, brenda një 5 vjeçari, unë shkoj drejt pensionit, po, për brezat e rinj, po. Sa e vështirë është t'japësh mësim këtyre të rinjve sot? E vështirë është t'japësh mësim. Është një profesion shumë i bukur, por aq sa i bukur është, aq dhe i vështirë është. Për arsye sepse duhet të ambientohesh, të përshtatesh, sidomos kur je edhe në një vend, domethënë në një vend ku nuk jeton. Por këtu ku kam ardhur veçot janë njerëz me tradita, njerëz bujar, njerëz të mrekullueshëm, që ne jemi ambientuar dhe përshtatur, na duket sikur jemi bërë pjesë e këtij fshati. Pjesë e pandashme. Po, shkoj dhe vi çdo ditë. Ajo që na duket e vështirë për ne është rruga. Rruga është shumë e vështirë për neve. Ta bësh çdo ditë Ta bësh çdo ditë këtë rrugë, ja ju që erdhët e shikoni, ngarkesa e plurit është jashtëzakonisht e madhe. Mirë për moshën time, po për këto që janë të reja, çfarë ndodh me mushkrit e këtyre të rejave? Ju ikni dhe vini? Tani jashtë përdorimit, po, çdo ditë. E njëjta gjë çdo ditë. Ka mësuese të reja të cilët e zgjedhin këtë punë? Duke marrë parasysh këto kushte? Patjetër që kur mbaron një shkollë dhe profilizohesh, pra merr një drejtim në profesion, e rëndësishme për të riun është që ai të mund ta vërë në praktik njohurit teorike që ka marrë, ti zotroj në praktik dhe ata e dëshirojnë një gjë të tillë. E dëshirojnë një gjë të tillë që të jenë marrëdhënie pune, nuk ka rëndësi distanca, sepse ai shiri dhe kërkon të ta afirmoj, të vënë në dispozicion, të vënë në punë aftësitë e tija, që ai ka marrë gjatë rrugës së shkollimit. Përgjatë udhëtimit tonë në Velç nuk mund të qëndronim pa shkuar aty ku nisi gjithçka. Në histori thuhet se shpellat e Velçës janë vendbanimet e qytetërimit të parë përgjatë antikitetit. Aty nisi Velça sipas tyre, e cila bën pjesë në qytetërimet e lashta së bashku me Amantian, Butrintin dhe Orikumin. Por këto pamje përcjellin në realitetin që takojmë aty, e që është tejet i trisht. Prej shpellave historike të Velçës që datojnë rreth viteve 1300-1400 janë shndëruar në një vend ku gjenden vetëm bakti. Për ironi të fatit,
Historia është shkelur me këmbë. Shpellat e Velçës janë rrethuar dhe janë bërë strehim për një prej tufave të bagëtive të fshatit. Fshati Velç njihet edhe për shpellat. Në histori thuhet se ka patur apo kanë qenë vend banime edhe përgjatë antikitetit, ku janë gjetur gjurmë të antikitetit në brendësitë të tyre. Por sot, këto monumente kulture, të cilat sigurisht vizitohen, janë në kushte të papërshtatshme për rëndësinë historike që ato kanë. Madje mund të themi që siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet, pa shpinës time janë edhe shpellat e Velçës, të cilat sot kanë përfunduar në një rrethim për bagëti. Në ato shpella historike të Velçës sot mbahen bagëtitë e fshatit. Udhëtimin ton në Velç e mbyllim me një kafe miqësore me profesor Ahmet Demajn, i cili është lindur në Velç, e sot është drejtues i qendrës kulturore adetare Labëria. Demaj na tregon plot pasion një pjesë fare të vogël të historisë së Velçës, që thot se është e shumtë e nuk mjafton jeta për ta treguar. Në fjalën e tij, profesor Demaj tregon më gjatë rreth historisë e asaj që është gjetur në shpellat e Velçës, por edhe veçantitë që kanë këto vendbanime të hershme të saj. Një pjesë e historisë së Velçës është shkruar por me vonesë, e në të për shkak të kohës kanë humbur shumë fakte, personazhe të shquar nga Velça, që krenojnë fshatin në thelb të cilit është modestia. Për Velçën flet e gjithë bota, pasi sipas Demajt, në muzet ndërkombëtar mund të gjesh artefakte historike mbi Velçën, qytetërimin e vjetër dhe shpellat historike të saj. Ka aq material për të gjetur ndryshimet e Velçës midis fshatrave tjera, sa mund të rish jo në një emision, po të bësh disa emisione. Së pari, sepse Velça ka një terren, relief gjeografik nga më të veçantat që kanë lumi i Vlorës, i cili krijon një hapësirë fush pamje që nga Gryka e Kuçit edhe deri te Kodrat e Cakrarit. Gjej një fshat të dytë në Vlorë që të krijojë një mundësi të tillë vëzhgimi dhe thuaj që nuk është ndryshim për Velçën. Por unë, si një i lindur dhe i rritur në Velç, më bën përshtypje ndryshimi midis tjerëve tek njerëzit, sepse kanë qenë ata njerëz që vërtetojnë më shumë se sa në fshatrat e tjera, që ka 6.000 deri në 8.000 shenja jete. Dhe kjo është një veçori tjetër dalluese që e bëjnë Velçën në ndryshim nga fshatrat e tjera. Ka disa argumente të tjera mbi bazën e këtyre që them unë, interesi i të huajve, por edhe interesi i shkencës së vendit për të gjetur ato ndryshime, ato gjetje arkeologjike dhe historike të Velçës, për t'i vënë në balancë me fshatrat e tjera dhe vetë opinioni publik bën ndryshime. Flitet që në vitin 1307 në Velç bësh një pazar dhe emri këtij pazari quhesh Pazari i Asomatit, aty ku janë shtëpitë e gjyshit tënd. Ishin 3 qytete në luginën e Vlorës, bashkë me Amantia. Amantia, Olimpia në Mëvro dhe Cerja në Brat. Dhe Velça ishte si pikë barazimi nga 15 kilometra secili, ku këto qytete, mendoj unë, bënin pazaret e tyre. Pikërisht e ky emër qafa e pazarit në Asomat është edhe një toponim tjetër që quhet Maja e qytetit. Dhe kemi përgjegjësinë neve ndaj historisë së këtij fshati për t'i demonstruar. Dokumentat të gjetura nga fletore turke që i përdorin gjithë janë të vitit 1432, që Velçën e regjistrojnë me 60 hane ose me 6 shtëpi, të vendosura në 3 qendra, një në fshat, një në Xhirav dhe një në Asomat. Vetë emërtimi Kamina kanë qenë furra, pjekje të tuave dhe të tjeguave, të cilët vërtetojnë për një lloj qytetërimi, për një lloj jete. Në tërë territorin e Velçës ndodhen afërsisht 7 kisha, të kohës kur ne ushtëruam, para kohës që ne ushtëruam në musliman, që kanë emërtimet që rrinë deri sot. Kishe e Shën Mërish, e Shën Varvarës, e Shën Dimitrit, deri te kisha më e re e Mone. Punimet
në këto kisha kanë nxjerrur gjetje dhe kanë shpallur kuriozitete të Rusisë, të Italisë, të Francës, të Anglisë. Unë këtu kam një kalendar të shkruar të ngjarjeve historike të Velçës që vërtetojnë jo me fjalë, por me dokumenta të gjitha këto që ne prezantojmë për fshatin tonë. Nuk mund të flasim për vizatime historike në shpella, por do të sjell dy argumente. Në qoftë se kam pasur interesim arkeologjia italiane e cila donte që gjithmonë na kishte në sundim, për herë të parë kanë dërguar Ugolini që vizitoi njëshin Butrintin dhe dyshin shpellat e Velçës. Jo një herë, por disa herë. Dhe çfarë gjeti? E çfarë mori, i di shpirti atje që i la diku të humbra. I janë drejtuar në një moment inteligjencë artificiale, e cila më drejton, kërkoni në këto muzeume të Italisë, se ju do gjeni artefaktet spataguri, shtizaguri, thika, gjilpëra kocke, e sa pa përmundur këtu për qeramikat e gjetura tek shpella e Skotës, e cila është monument kulture. Dhe është një nga më të rrallët që kanë ngjallur interes edhe shpella e Shkruar Lepenicës deri te studiues spanjoll, anglez. Në Velç, studiuesi i parë që ka ardhur ka qenë një ekip anglez dhe francez që në vitet 1908, 1910. Unë mendoj që vlerat historike do të mbrosh ato që i ke të shkruara. Shumë vlera historike të Velçës për ngjarje dhe për personalitetet e saj janë shkruar me vonesë. Po të marrësh ditarin e Ugolinit, gjën mrekullira për shpellën e Velçës. Po të marrësh të tjerat, gjitonët, të Bratit, të Gjormit, të Lepenicës, të deri poshtë atë, do të gjesh ngjarje të humanizmit, të mikpritjes, të luftës e paqes, por edhe të punës. E në qoftë se do të hynim tek ato personalitete që i kanë dhënë emër këtij fshati, janë të shumë. Velça gjendet rreth 30 kilometra larg qytetit të Vlorës dhe është e vendosur në një lartësi rreth 450 metra mbi nivelin e detit. Krahas historisë që paraqet në antikitet, ndoshta edhe më herët, Velça është e njohur edhe për kontributin e vyer në luftën për liri kundër pushtuesve. Një pjesë e historisë së ndritur të fshatit u shënua edhe në luftën antifashiste nacional shkrimtare, ku e bija të Velçës i dolën përballë pushtuesit, duke mbrojtur trojet e duke mos kursyer as jetën e tyre për t'i dhënë vendit liri.